Të falen nga Valbona turistike, aty ku ujrat e zeza përzihen me ujrat e bardha. Që ta kuptoni, në veçanti militantët që po merren me fushatën e partive politike, apo me mashtruesit siç ishte Ilir Beqia, pastaj ai me gojën e qepur Pandeli Majko dhe tani një korruptuar hajdut mashtrues ordiner tjetër që është Eduard Shalsi, që ka rritë mashtruj jo vetëm Kuksian, po dhe banorët e Malësisë Gjakovës dhe Hasit. Tani e kuptoni më se çfarë po i bëjnë këtyre banorëve, çfarë po i bëjnë vetes me këto mashtrime. E kuptoni se si përzihen ujrat e zeza. E kuptoni o shqiptar. Kjo nuk është lojë, kjo është vrasje. Bëjnë dallimin mes ujrave të bardha dhe ujrat e zeza. Ujrat e zeza nuk janë si një herë një kohë, ku ishin thjesht ujrat të zeza ku banorët kishin gropat skeptike të tilla dhe zalli e filtronte. Tani më kemi të bëjmë me turizëm masiv në zonë dhe kemi të bëjmë me kimikate të ndryshme që përdoren nga lavatriçet, nga banjët e sen. Dhe kjo është ajo çfarë ujin e bën akoma dhe më të rrezikshëm bakteriologjikisht, për arsye sepse këto kimikate shkaktojnë dame në shëndetin tonë. Prandaj lipset me i herë ndërhyrja e autoriteteve, por në veçanti ndërhyrja e spakut. Sepse të marrësh parat për një projekt, të mashtrosh banorët e zonës dhe askush mos t'japë llogari, kjo ndodh vetëm në Shqipëri. Domethënë nuk është rast thjesht për Valbonën, po është një rast që ndodh kudo. Ja pra efekti se si përzihen ujrat e zeza. Shifeni ndryshimin. Ujrat e pastra, ujrat e zeza. Po helmohen banorët, o njerëz, o militant që shpërndani postime të Eduard Shalsit. Ndaloni për hir të Zotit dhe për hir të Alpeve, se ndryshe as Zoti, as zanat e maleve dhe orët e maleve nuk do ja falin këtë çfarë po i bëni jo vetëm banorëve, po edhe natyrës shqiptare. Ja pra, kjo është banora Valbona turistike, kjo është panorama që e keni këtu, këtu s'ka as kosha, kanë qenë koshat një herë një kohë, këtu ka vetëm pelena fëmijësh. Ja pra, ja se si qeveria Ramovic me Tutkunen, Mirela Kumbarovic, bashk me përfaqësues të tjerë të pushtetit lokal dhe qendror, po helmojnë banorët dhe po na shkatrojnë natyrën. Që ta kuptojnë turizmin elitar, turizmin se si po helmohet natyra, pavarësisht ligjeve dhe milionave euro, e janë ta shifni me sy tuaj në Valbonë. Kush ka sy e vesh, le ta kuptoj. Ata që nuk duan ta kuptojnë dhe duan të mbyllin sytë dhe veshët, Zoti le t'i ndëshkoj se po helmohen banorët e zonës. Banorët e zonës të Quku i Valbonës bashkë me turistat po helmohen. Nuk bëhet fjalë për biodiversitet, se biodiversiteti është shkatruar me ndërtimin e treheceve. Bëhet fjalë për turizëm malor, që është ngritur me kaq mund dhe me kaq djers nga gjithë banorët e zonave anë kanë Shqipërisë dhe po shkatrohet pikërisht nga qeveria dhe oligarkia. Këtu pra ujrat e zeza është thjesht tup fiktiv, nuk ka ujrat zeza. Thjesht është sa përsi e faqe, sepse projekti nuk funksionon fare. Ja pra kemi turist nga gjithë bota, por turistët duhet përballen me pamjen e shëmtuar të mbeturinave. Ja pra, kjo është turizmi malor në Valbonë, ku qeveria, Ministria e Punëve të Kota, njohur ndryshe si Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, po helmon banorët në bashkëpunim bashkë me kryetarin e bashkisë, UKT apo çdo institucion tjetër. Prandaj thirrja shkon për spakun që të veprojë sa më shpejt.